investimeve në Elbasan, dhe sigurisht janë investime që nëse shikojmë aspektin e prioriteteve, duhet të ishin tjera investime. Elbasani nuk ka nevojë për pista Formula 1 kur i mungojnë gjërat jetike. Kur i mungojnë argjinaturat e lumeve, kur mungojnë rrugët e asfaltuara që lidhin qytetin me fshatin, kur mungojnë pjesa investimeve dhe për sa i përket kanalizimeve, dhe këtu theksoj që bashkitë janë mbifryrë nga patronazhist dhe të gjithë lekët e investimeve që përdoren pushtetin lokal për pastrimin e kanaleve vadice, për pastrimin, sistemimin e prejve apo aspekte të tjera, këto përdoren si para për patronazhistët që sa herë vi zgjedhjet, sigurisht ato lëvizin gjatë gjithë ditës dhe punojnë, është një, të themi, administrata është kthyer totalisht politike, dhe nga ana tjetër, edhe po të vëmë re edhe vlerësimin e Departamentit Amerikan të Shtetit, janë aspektet që konstatohen edhe nga raporti i Dash në lidhje me Shqipërinë për këto problematika që unë sapo ngrita. Dhe nga ana tjetër, të mos zgjidhësh problemin e bypassit dhe mos kesh asnjë planifikim apo asnjë parashikim bypassit të Elbasanit, i cili jep rrugëzgjidhje jo vetëm qarkut të Elbasanit, për ngërçin që krijohet, po edhe qarkut të Korçës dhe gjithë boshit jugut të Shqipërisë, e cila tashmë është kthyer në një gangren dhe investimet shkojnë zgjerimi i rrugës Elbasan-Pafër, duke u bë me 2 korsiike dhe 2 korsiare. Për mua ka një mungesë të analizës dhe nga ana tjetër po ha miliona euro kompani shumë afër Edi Ramës për sa i përket pjesës së investimeve të Formula 1-s. Unë nuk arrit ta kuptoj dot që kjo qeveri vazhdon dhe merret me fasadën dhe nuk merren me thelbet dhe me gjërat jetike që sot vuajnë shqiptarët, dhe sigurisht shqiptarët kanë zgjedhur të largohen për arsye të pamundësisë më qoftë të jetesës, por edhe të shpresës se këtu në ky vend mund të bëhet. Të gjitha zinxhir shkojnë ato në fakt, nga bisedat që sheh Spaku, te këto pamjet me zonat e tëra të përmbytura, pastaj është e njëjta rrjedh veprimesh mes sa duket. Përmbytjet kanë ndodhur edhe me fryrjen e lumit Shkumbin, kemi përmbytje në zonat fushore ku Shkumbini ka marrë shumë tokë bujqësore edhe për shkak të mungesës argjinaturave, qoftë në bashkinë Librazh, qoftë edhe në bashkinë Elbasan. Problematikat janë nga më të mëdhat dhe sigurisht që thash edhe një herë tjetër, ne lutemi që vetëm i shpresojmë që këto rreshtet mos vazhdojnë gjatë, sepse situata do të jetë akoma më katastrofale.